Kam të regu edhe dje që rruga Agim Ramadani pro rivitalizimi, për fat të keq ne jemi të blokuar me kry punën tonë, të cilin e kemi bugjetu dhe jemi duke shty përpara punën e tunelit, punën e nënkalimit, i cili do të lidhte sheshin Nëna Terez me Prishtinën e vjetër, pra do të krijonte një zonë fantastike që do të qetë mpa të gjitha ndërtesat me karakter monumental, tradicional, historik të vendit tonë, po ja që blokohemi nga institucionet qeveritare duke u thirrë se mundemi me gjetë diçka parahistorike aty. Ku është me gjetë diçka parahistorike, me qitë mpa, do të zhvillonte ekonominë, do të zhvillonte vendin ton, do të zhvillonte turizmin, trashëgimin, kulturën e tjera. Po ja që kemi të baj me blokues për fat të keq, edhe jemi detyruar që derisa ne të ballafaqohemi me këto institucione në aspektin ligjor, që ta rivitalizojmë këtë pjesë. Kjo do të kryhet, puna do të kryhet sot do të përfundojë edhe shenzimi edhe do të jetë gjithgjë e hapur nesër për qytetarët e kryeqytetit.